Për herë të parë, në gjykatën e posaçme ka dëshmuar Dritan Rexhepi, akuzuar si porosici i rrëmbimit, vrasjes dhe zhdukjes së Jan Prengës në vitin 2020. Rexhepi mohon të jetë porosici i vrasjes, duke thënë se në atë periudhë ndodhej në burg në Ekuador ku vuante një dënim prej 13 vitesh për trafik droge. Spaka akuzon Rexhepin si porositës pasi dyshohet se vëllai Jan Prengës vodhi 283 kg kokainë në Angli, por Rexhepi thotë se nuk ka pasur asnjë informacion për vjedhjen e një sasie droge në portin e Portsmouth. Ai mohoi edhe lidhjen me Gentian Funicin, për të cilin thotë se nuk ka pasur asnjë njohje, edhe pse kanë qenë në një burg në Ekuador dhe organi akuzës dyshon se bashkë me të dhe pronarin e kompleksit Golden, Altin Hajri kanë organizuar rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Në fundin e vitit 2019 kam qenë jashtë Shqipërisë. Kam qenë në burg në Ekuador, kam qenë i dënuar 13 vite për trafik droge. Ju do më pyesni për çështjen apo do më bëni gjyq moral? Kisha 5 vite 4 muaj që vuaja dënimin. Kisha kontakte me njerëz jashtë përmes kabinës së burgut. Shqiptar aty kishte plot në burg, afërsi kisha me njërin nga Kosova. Për trafik droge u akuzova me 10 persona të tjerë, aso kohë i përfshirë ishte edhe një shqiptar. Ai doli i pafajshëm. Gentian Docaj Funici. E kam dëgjuar në media dhe në dosjen as se kam lexuar. Emri nuk më thot gjë. Më ka sjellë avokatja dokumentet nga burgu i Firences ku thuhet se unë dhe ai nuk kemi qenë në të njëjtin sektor. Me Gentian Funici nuk kam pasur njohje kurrë në jetë. Në fund të vitit 2019 nuk kisha informacion për vjedhjen e një sasie droge në portin Portsmouth të Londrës. E mora vesh nga mediat në Shqipëri. Kam dëgjuar nga familjarët e mi që në Shqipëri akuzohesha për diçka që kishte ndodhur në Shqipëri. Rexhepi thotë se mori vesh nga familjarët e tij lajmin se akuzohej për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Nga familjarët mora vesh që akuzohesha për një rrëmbim të një personi që ishte zhdukur. Tentova të merrja informacion në prokurori përmes një familjarit tim, nuk mora dot. Nëpërmjet këtij familjari u mundova edhe më thanë që ka disa përgjime mes një personi që ka thënë jam Gramozi nga Vlora dhe familjar të familjes. Këto përgjime telefonike nuk kanë dalë kurrë. Dritan Rexhepi mohoi të jetë Gramozi që del në përgjime. Për Ndrek Prenga nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Vetëm në gazeta kam lexuar. As për Astrid Prengën, në asnjë rrethan. Me Gentian Docaj nuk kam njohje. Artan Docaj nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Aldo Majnishta jo. Geraldo Martinin jo. Asnjë shtetës i njohur si Doda nuk e njoh. Telefon në burg nuk kam patur. Nuk punonin për shkak të antenave. Dritan Rexhepi arrestuar në Stamboll në 10 nëntor të vitit 2023 u ekstradua më 8 janar 2025 në Tiranë dhe u dërgua direkt në burgun 313 nën masa të repta sigurie. Jan Prenga, baba i 3 fëmijëve, u rrëmbye më 17 janar 2020 në Kamës, disa ditë pasi ishte ndjekur dhe vëzhguar këmba këmbës. Ai u përlesh me rrëmbyesit, por ata mundën ta fusin në një makinë Range Rover me ngjyrë të bardhë, ku u transportua në kompleksin Golden në pronësi të Altin Hajrit, personazhi skeduar për trafik të lëndëve narkotike.